Pas disa muajsh punimesh, ka përfunduar investimi në rrugën Vodës-Krekës, duke sjellë një ndryshim të rëndësishëm për banorët e zonës. Infrastruktura e re garanton më shumë sigurinë e lëvizje, akses më të lehtë dhe kushte më të mira për jetën e përditshme. Ky investim lehtëson qarkullimin e banorëve, mbështet aktivitetin bujqësor dhe krijon kushte më të mira për zhvillimin ekonomik të zonës. Një rrugë e rehabilituar do të thotë më shumë mundësi, më pak vështirësi në lëvizje dhe një standard më i lartë të shërbimit për komunitetin. Banorët tashmë përfitojnë nga një infrastrukturë moderne, ndërtuar për t'u përgjigjur nevojave të tyre. Ky është një tjetër investim konkret në Bashkinë Kuçov, në vijim të projekteve që synojnë zhvillimin e territorit dhe përmirësimin e infrastrukturës në çdo administrative, nga një premtim në një vepër të përfunduar. Bashkia Kuçov, në drejtimin e kryebashkiakut Kreshnik Hajdari, vijon të realizojë investime që ndikojnë drejt për drejt në përmirësimin e jetës së qytetarëve dhe zhvillimin e zonës, duke i kthyer projektet e premtuara në realitet.